Gjykata e posaçme ka vendosur vijimin e masave arrest në burg për 9 të arrestuarit si pjesë e 4 grupeve kriminale të trafikut të drogës, kryesisht asaj sintetike që trafikohej nga Shqipëria, Spanja e Holanda drejt Finlandës. 2 prej anëtarëve të grupeve kriminale që drejtonin aktivitetin nga Shqipëria ndodhen ende në kërkim. Në një konferencë të përbashkët të prokurorisë së Finlandës dhe SPAK të bërë në Tiranë u zbulua se ata akuzohen se trafikuan 400 kg amfetamin dhe 500 kg kanabis dhe kokain. Hetimin ndaj tyre zgjati për rreth 2 vite, veç 9 të ndaluarve në Shqipëri, 55 persona, antar të këtij grupi, rezultojnë të dënuar në Finland, ku 10 prej tyre janë shqiptar, pjesa tjetër finlandez, polak, rumun, aziatik e afrikan. Autoritetet zbuluan se grupeve ju sekuestruan 170 kg amfetamin, 10 kg kokain dhe 100 kg kanabis. Ndërsa u tha se pavarësisht qëndrimeve, antarët e klaneve shpesh bashkëpunonin me grupe të tjera. Tashmë SPAK ka nisur dhe një hetim pasuror për të zbuluar futjen e të ardhurave nga aktivitetet kriminale në vendin tonë.